Bravo, vajza, bravo. Hej, njerës, qa kemë, gjallë. Unë për drita. Yes. Është... Qa janë do? Një sekund. Qa është kjo mrea? Qa është ullur atje? Kje vajzat? Që është të tru? Janë vajzat. Ndisi pak drita do të njërë të shofim si janë. Ndisi pak kemi një plan vajzave. Sa të O të rast të pika, ju që e këni një në tremët mi. Falë, vajza. Më falë, po pse nuk vini qdo ditë jo kështu në punë? Që ju që mi goca. Se na keni lahtarisht ma Ju pamjen. kemi bugra si e kërsi kështu, si quhet do? Si quhet kjo? Ju që keni si yje. Be, gjej që ka të Lorona. Hajde mi, Lorona. E ka pas të frikshme për shëndetjen dhe Sara, po tash e ka për më të frikshme, e ka. E ka me slow motion. Ta që e ka horror pra, horror paramendor. Goca, ngrije zërin. Mos e sopo për lerën së fond. Arsye vetëmja që erdha është për të treguar këpucët e reja, ju s'po m'jep një mundësin të tregoj këpucët. Se nuk është erdha për një gjë tjetër, se s'kam që a them. Dalohen. Më fali, qëfar personazhi i frikshëm është kë? E dini që është kjo personazhi i këngës? Qarë është? Në një film vizatlimor shumë bukur. Qarë personazhi i frikshëm është kë? I frikshëm? Do personazhi frikshme, Që është? Që kë ke parë filmin? Kukullat, si është, ma të rego pak historinë shpejt. Ken figurën, po. Që është kjo, Jorona? Nuse fshati. Që, vajti dhe U martua. Ku? Jo, a ishe mirë për mëse se nga tronaj. Vajti dhe U shpalli kandidatuar për deputete, qarë? Ku, si? Again, me dhe gajtë është i se ta shpëqot. Qarë bëri, bërë? Se kapi i Kachavida të shpara, a pesi e kapi i Kachavidën. Qa bëri nusja fshatit, mërë zëna? Me na tregu, vajti, Fjeti me bravo, u mbytë që atere ngeli si? Po e mbytur vajti ajo, që po, që atere ngeli kënga, moj anko që shkonë në vare, të vdekuri që njallit, të gjallët që vdikje, fare. Ore, më falë, qa bëri kjo nusja fshatit se morë vesh? U mbytë. U mbytë? Prall. Ajo vajti fjeti me mullici unë moj! U mbytë. Dhe për i natë vjerës, vajti fjeti me mullici. To janë pralla horror, jo këtë që keni ju. Zuar vajza këtë fest tradicionale shqiptare, patriotike. Të festë, ku veme një këqu një rritëm një Dhe atëhere, të morë do të qërohen mire sapet. Bravo! Vetëm në këtë natë, në Tiranë kanë qavulluar 20 milion euro kunguj! Kunguj! Teknologja! Të morë qatë Po gjegje. të shitët dhe kungull. Bravo! E ka thonë Berisha e fjallë shumë bukur. Kungull! Mos të mbif të fara, nga do shkoj më del për para. Na myti kungullit. Edhe ne, se pjesë e kësaj shoqërie jemi. Kjo është statistikë. Që arëzoj 20 milion euro kungull. Kungujt e gjithë vitit i mbledhin për Halloween dhe i shesim të tëra. Edhe ne, një tha mund të qunë e grafikës, shkretin thamë në bojnë, mënë për ta kam i po. Ta në poshti me kungull, kene Halloween. Të shi, ha. Ishim thonë linës, sa kishte boj lakrora, di ishim knajtë për letës i ta. Kungull. E argjove kungull për Halloween. Qfar festa shtjera kemi ne përveç Halloweenit? Kemi? Ngrinë zërin. Ha. A ma shfar tje? Ule, dhe kam serëzisht. Ha? Një qërshorin, po, ha? Pa jam thuj datët, me sa flamurin, qa datët? Po jo këto festa që ne shumë, do të rëzishme. Qa festa shtjeri kemi ne? Dita verës, po? Ha? Shëvalet pa tjetër, bravo, pra, hajde. Festa zyrtare, këto. Pra, këto, festa që të regojmë që jemi shqiptarë, që kemi rënjë, kemi tradita. Ha? Dita rinis, festa rinis, po. Dita të kënjeshtra, po, të morë qatë kegjen. Që ke kemi dësare, për 10 që ke, 10. Festoke gjitha Desara. Desara i festoke gjitha këto, i pasin shumë. Me së gjyrë ka se bep, të dalë për shpije, që të fesosh ditë në rinis. Ashtu dhe. Sot në për Tiranë dhe jetë. Festa e punëtorëve, kush është? Nuk e festojmë ne këtu. 5 maj, bravo, mirë, jo që do. Te ta ka thoi gjyshja, e shkrejta sa jo 5 maj. Një mau, 5 punëtore, 5 mau është e herojve.
Falere, Ti Morgentian. festoje nga data 1 deri me datë 5. S'ka për... Nese, I ngelet hatri kësaj. Falere. Unë e kam thënë çdo video, them sa t'jem gjallë, derisa Zotit më mori në jetën tjetër. Si ka mundësi? Gëllon kungulli në për Tiranë dhe nuk ka asnjëherë flamuj sa ka kunguj sot në për dyqone, në për lokale, në për disko, në për... Urdhra? Qa është? Laguriq natë. Edhe lakurish natë, pa. Aty e ke mëni, ke lakurisht e natës e ke. Pra po thoja që nuk kemi kaq flamuj për 28 ose 29, sa ka kunguj. Nuk është e festë e rëndësishme, festë. 28, 29 nuk janë festa dhe... Halloweeni po. Halloweeni po. Pa Sepse na bashkon të tërë. Vajza! Nëse nesër është e shtunë, qarë ishte dje? E premte, bravo, hajde vajda, ju nuk. Kevi. Qoni të dyja dhe ikni më si shof më duke stopi. Kevi. Kevi, nëse nesër është e shtunë, qarë ishte dje? Fol, Kevi. Ja sa të numëroj Kevi, se t'i bëj gati. Kjo është një pyetje që ne përdorëm rëndon nëpërmjet Clintonit. Po të gjithë si vajzat, e premte. Edhe nuk ju mush dhe menja në botë njeriut, që ishte ende, jo më e premte. Fujse se gjeti asnjëherë. Pra, nëse nesër është e shtunë, pra sot jemi e premte, dje ishte? Ejnte, Po pse thate premte ju? Pse thate premte? Që ka aktivist? Mos u tremni vajza se kështu e kanë thënë 90% e njerëzve. Po borë si këto arabet, Shik, shok, shik, shok. Vetëm ne i përzim Halloweenin me arabe, me latine, me... Që është e tjetëre më? Ajo muzika... E kujt? Kjo shqiptare, më DJ, që është kjo më tjetra? Se s'pëm vitën, vidim në Clintonin se u zgjatëm. Vidim në Clintonin. Përshëndetje miqtë e emisionit Stop, sot është dita e lojrave të shpejtësisë. Në fakt e kam fjalën për lojrat e mendjes. Të shohim pak se sa të vëmendshëm janë shqiptarët në këto kohë kaotike. Më ndiqni. Nëse nesër është e shtunë, çfarë dite ishte dje? Çfarë dite ishte dje nëse nesër është e shtunë? Ishte e premte. Jo. Ose jemi e premte dhe një herë, përqendro pak. Nesër është e shtunë, dje ishte e premte vllai. Sot është e premte, ë? Nesër është e shtunë. Po çfarë dite ishte dje? O vllai, na bën e lëmshme, shiko ka lofsh bukur. Nëse ky quhet një vit i brisht, pra viti i brisht, muaj dhjetor, sa ditë ka? 6. Ka 6 ditë. Jo. 6 muaj? Dëgjo, unë do të dhe në bish në vjeshti. Nëse... 3 muaj? Si ka 3 muaj dhjetor? Apo vetëm Operatori u shkri. Dhe njerë. 31 ditë plak. Pra, nëse ky quhet viti i brisht, muaj dhjetor ka... Vetëm 31 ditë. I madh. Nëse nesër është e shtunë, çfarë dite ishte dje? Dje, do më thonë, nesër është e shtunë, sot është e premte. I bie? Është e premte. Po. Ende. Bravo, tani pa. Nëse nesër është e shtunë, çfarë dite ishte dje? Po, si i bje, ende i bje, burë. E qeti, Shema bravo. që trash në plak. Shumë i Ase shef, Unë kam 3 teze, kam dhe një daj. Gjysha ime nga babi, sa një për dhe mbesa ka? qa më duhet mua, alla, tez janë një... Nëse nesër është e shtunë, çfarë dite ishte dje? Ku di unë? Nëse nesër është e shtunë, çfarë dite ishte dje? Nëse ishte shtunë, sot është e premte. Përqendro të pyeta që të them unë edhe një herë. Zhp! Çfarë dite ishte dje? Dje prapë e premte sot. E premte. Çfarë dite ishte dje? E premte. Pse vaj? O, ba. E mire, tjel, nëse i qatë. Jam atë. Ishte ende pra. E ejte. Të bën llogari, po, do me thënë, i bie lapsit që mund të ketë qenë ende, si e mendon? Jo, më ka qenë e premte. Nëse nesër është e shtunë, çfarë dite ishte dje? Po e premte. Si? E premte. Nëse nesër është e shtunë, çfarë dite ishte dje? Dje e honë. E honë, hajde. Nëse nesër është e shtunë, çfarë dite ishte dje? Dje e premte.
E premte. Çfarë dite ishte dje? Të shtun. Po jo më burr, nëse nesër është e shtunë. Nëse është e shtun. Sot është ditë me sotme. Nëse nesër është e shtunë, çfarë dite ishte dje? E premte. Ja, dhe një herë pra përqendrohu. Çfarë dite ishte dje? E shtun. Ejnte. Ah, po kjo di më mirë son. Un kam 3 teze, kam në një daj. Gjyshja ime nga babi, sa një për dhe mbesa ka? Di unë sa kanë pjellë atë. If tomorrow is Saturday, yesterday what day was? Thursday. How? Gjuma. If tomorrow is Saturday, yesterday what day was? Friday. No. If tomorrow is Saturday, yesterday what day was? If tomorrow is Saturday, because today is Friday and yesterday is Thursday. Very good. Thank you so much. Thank you. Edhe njerë pra, nëse nesër është e shtunë, çfarë ishte dje? Ejnte, moj vajza, ejnte. Qa ishte? Qa ka? Po më se do dilni, duroni se do dilni. 8-2, po, që ka? Ke fillu të pishi qike, ke shtu dozën këtë periudhë, ha? Jo, ha? Shpi? Jo, energjike dhe... Pishi ka jetë. Kthehemi pas pak, qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.